Musafir për sonte në studio e kemi Hoxhën Bekir Halimi, kurse tema për sonte pyetje dhe përgjigje. Hoxhë nderuar, të falenderoj që je musafir përsëri në studio të Radio Shkupit. Allahu shpëlbeft edhe juve, gjithashtu falenderojmë Radio Shkupin, i cili na mundson që takohemi besimtar dhe të qajmë hallet tona në lidhje me fenë islame, konkretisht në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, dhe shumë është ide e qelluar që në këtë emision të ndalemi të japim përgjigje pyetjeve që parashojnë domethënë ndëgjuesit dhe ata që interesohen mbi rregullat që kanë të bëjnë me Ramazanin, sepse ne si ligjërues ndoshta ndonjëherë përzgjedhim tema që mendojmë se janë të rëndësishme dhe dobishme për xhamatin, por ka herë ndoshta nuk ja arrim qëllimit që të flasim rreth temave që i preokupojnë drejtin e jetën praktike besimtarët muslimanë, dhe kështu që kjo është një rast që të përgjigjemi pyetjeve që ata i parashtojnë dhe me këtë të mbushim një boshllok dhe të përmbushim një nevojë të cilën kanë ata. Dëgjuesit mund të na shkruajnë pyetjet e tyre në numrin 070 145 925 ose të na lajmërojnë drejt për së drejti në 0255 11 Hoxhë, unë s'pare kam një pyetje kështu, vlera e Kuranit, leximi i Kuranit gjatë muajit të Ramazanit. Padyshim se prej veprave të mira që bëhen në muajin e bekuar të Ramazanit është leximi i Kuranit, pasi që muaji i Ramazanit është muaji të cilin ka zbritur Kurani. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr wa ma adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khairun min alf shahr. Na e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. E dini se çfarë vlerë ka nata e Kadrit? Nata e Kadrit ka vlerë më shumë se 1000 muaj. Dhe thotë Kur'ani ka filluar të zbret në natën e Kadrit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte traditë që çdo vjet në Ramazan të lexonte Kur'anin para Xhibrilit alayhis salam. Dhe sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, kana nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa yatadarasu al-Quran. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte njeriu më bujar, edhe më bujar bëhej kur takohej me Xhibrilin para të cilit lexonte Kur'anin. Kjo që muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit dhe i leje që me të dhe filloi ky emision është me temë të qelluar që besimtarët nuk duhet të ndahet nga Kur'ani këtë muaj të bekuar, duhet të lënë siç kanë bërë dietarët e brezave dhe gjenatave të artët të Islamit, të cilët i braktisnin edhe tubimet e tyre shkencore që kishin për t'ju përkushtuar Kur'anin. Për shembull, Imam Maliku rahimahullahu taala në Ramazan i ndërpritke seancat shkencore që kishte, ligjëratat fetare shkencore që jepte dhe i përkushtoi Kur'anin. Do thotë kështu kanë bërë dhe muslimanët e tjerë, shoqëruesi më i mirë për një besimtar në këtë muaj të bekuar është Kur'ani. Dhe për këtë shkak një këshill dhe apel deri te rinia jon, të cilët një pjesë të ditës apo natës së Ramazanit e kalojnë për çajtore dhe kafene, një këshill për ta që le të shoqërohen me Kur'an, le të lexojnë sa më shumë nga Kur'ani, le të lexojnë Kur'anin në gjuhën arabe, që sikurse ka zbritur, nëse s'din të lexojnë përkthimin e Kur'anit, të mësojnë të lexojnë Kur'anin, kryesore që të bëhet pjesë e pandar e jetës së tyre apo shoqërues i pandar e jetës së tyre Kur'anit dhe leximi i Kur'anit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për vlerën e Kur'anit thotë çdo shkronjë që lexon besimtari i ka 10 shpërblime, dhe nuk them se elif lam mim është një shkronjë, po elifi është një shkronjë, lami është një shkronjë dhe mimi është një shkronjë. Do të paramendoni se sa sevape mund të fiton besimtari duke lexuar Kur'an, dhe sidomos është mirë që ai para familjes, gruas, fëmijëve të lexojnë Kur'an, që të mësohet edhe familja, edhe gruaja dhe fëmijë edhe ata domosdoshmë të mirën me Kur'anin në këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe të bëhet gjithashtu edhe për ta libër shoqërues i tyre ky libër fesnik Kur'ani Adhimushan. Është obligueshëm mësimi i leximit Kur'anit për çdo musliman? Për çdo musliman është obligim të dinë të lexon Kur'an, dhe fatkeqësisht në brezat e ri, gjenatat e reja e kanë braktisë këtë detyrë dhe obligim, për dallim prej prindërve tanë të cilët na dërgonin tek hoxha në mekteb zakonisht në klasën e 4, dikush pak më herët, dikush pak më vonë, mirë po secili fëmijë vijonte mësim besimin në mekteb te hoxha dhe mësonte shkronjat e Kur'anit dhe leximin e Kur'anit, dhe pastaj varësisht me interesimin e tij vazhdonte të ishte i lidhur me Kur'an apo domethënë të harronte leximin e Kur'anit. Kurse sot fatkeqësisht kemi mjaft prindër që hiç nuk interesohen për këtë temë, madje as nuk interesohen të dërgojnë fëmijët e tyre në mekteb të lexojnë Kur'an, dhe kse Allahu dhu xhelal do thot i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
utlu ma unzila ilayka min al-kitab, lexo atë që të ka zbritur Allahu Dhul Jalal. Dhe ky urdhën vlen edhe për gjithë besimtarët që muslimanët, do thotë përderisa e duan Allahun dhe i besojnë atij, duhet të lexojnë porositë dhe mesazhet e tij ashtu sikur si ka zbritur për të fituar shpërblimin dhe adhurimin, do thotë vetë dhe për të marrë mesazhet dhe porositë që jep Kur'ani. Është i dobishëm kur dëgjimi i Kur'anit për CD apo kaseta ndryshme, pasi në tona motrat tona shumë të kohës kalon me punë të shtëpisë. Sigurisht që do thotë është njëra prej porosive që i jepet anviseve në momentin kur ato e përgatisin domethënë iftarin apo syfyrin që atko mos ta kalojnë bosh për të hapin domethënë tani secili njeri në shtëpinë e vet ka kompjuter dhe është i lidhur me internet. Ke kanale të ndryshme domethënë të YouTube, për shembull në kanalin në webfaqen audionur.com apo në kanalin YouTube Audionur mund të dëgjoni ligjërata dhe lexime të ndryshme të Kur'anit me të cilat domethënë e kalon kohën dhe normalisht fiton shpërblime dhe vetë fakti që ti dëgjon Kur'an edhe kjo është vepër e mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte tradit sahabeve që lexonin këndshëm Kur'anin thonte lexo Kur'an dhe ai dëgjonte prej tij Kur'anin, sikur se ka ndodhur me Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lexo Kur'an para meje. I tha Abdullah ibn Mas'udit lexoj para teje e ty të shpall Kur'anin, tha kam dëshirë të ndëgjoj prej të tjerëve. Dhe lexoj dhe filloi të lexon Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu nga Kur'ani derisa arriti tek ajeti kuranor dhe si do të jetë halli kur ti o Muhammed do të vish dëshmitar për mbar popujt dhe ummetet dhe aty më tha Muhamedi derisa më ndalu dhe u ndala dhe kur e pash se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lotonin syt. Kështu që është e vërtetë edhe gjithë neve na ndodh që kur lexojmë një lexim të kur ndëgjojmë një lexim të këndshëm të Kuranit për hafizllarëve të njohur, sot në botë do thotë që kemi prej imamëve të haremeve, Qabës dhe Medinës deri te lexuesit e ndryshëm, domethënë secili sipas shijeve të veta që ka, lën përshtypje dhe mbresa do thotë leximi i Kuranit dhe ndoshta te dikush arrin që të ndikon edhe të ngacmon emocionalisht madje edhe të rrjedhin lot nga leximi i Kuranit. Dhe kjo është një vepër e mirë të cilën mund ta bëjnë besimtarët edhe anvisën në shtëpiat e tyre, por edhe besimtarët në veturat e tyre, për shembull apo duke punuar në kompjuter, e lëshon Kur'anin dhe ndëgjon, kështu që të shfrytëzon kohën në mënyrë maksimale. Jo, Allah shmëleft, një pyetje tjetër, a bëhet njëti me gojë para të fillon me xhirimin apo bëhet me zemër? Me vetë faktin që gjithë na e dimë se jemi futur në muajin e Ramazanit dhe jemi zgjuar në syfir, vetë fakti që zgjohemi në syfir është për ngrënë syfir për ta xhiruar dhe kjo është mjafton. Do se njeti vendin e ka në zemër, edhe nëse ti me zemër ke bën jetë të agjërosh, do të ky jetë të mjafton dhe nuk ke nevojë të bësh atë duan e zakonshme, nevojtu an nasuma lillahi gadan, do e kam bën jetë që nesër të adhuroj për hir të Allahu subhanahu wa taala. Kjo thënie me gjuhë ose me gojë nuk ka nevojë, mjafton ajo që është në zemër. Dhe të gjithë dietarët kanë thënë se nëse njeti me gojë bie ndesh me niyetin me zemër, baza është niyeti me zemër, jo niyeti me gojë. Dhe për këtë çka thonë mjafton të bëhet niyet me zemër, nuk ka nevojë të bëhet niyet edhe me gojë. O do të ham iftar apo të falim namazin kur të ku akşamit dhe a vlen kjo edhe për namazet tjera? Zakonisht kjo pyetje parashtrohet në shumicën e rasteve gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe na për ta kuptuar cila është më e mirë i referohemi asaj që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë le të bën iftar agjëruesin në hurma taze, të njoma, nëse s'ka në hurma të thata, nëse s'ka atër me ujë. Kështu ka filluar iftarin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj ka falur namazin. Dhe pastaj ka hangër darkën. Dhe kjo është mënyrë edhe më e mirë, po të kemi mundësi me praktikuar në vendet tona, është më së miri që të mund të hahen hurmat, të pijet ujë dhe të falet akşami e pastaj të hahet darka. Për shkak edhe në aspektin medicinal që mos ta ngarkojmë luktin një herë për një herë. Dhe në botën arabe do të shtohet iftari me hurma dhe ujë në xhamia, e falin pastaj akşamin dhe shkojnë në shtëpi han darkën. Te ne është bërë traditë një kohë e gjatë që shtohet fillimisht iftari, edhe gjithë në sofën e iftarit familjarisht e presim ezanin dhe thet ezanin. Dhe këtë rast kur shtohet darka, siç ka ardhur në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur shohet darka dhe thret ezani i yacis, do të jeni përparësi darkës pastaj namazit. Në këtë rast derisa darka është e shtruar, do thotë atëherë kemi mundësinë ta hamë pastaj të falemi, por unë përsëri kisha preferuar që edhe nëse jemi në shtëpi, që të ham hurma, të pim ujë, të falim akşamin familjarisht e pastaj të vazhdojmë me darkën, se kjo do thotë e para nuk e vonojmë akşamin nga koha e vet, e dyta na ndihmon që ushimin të ham ndal ngadal mos ta ngarkojmë luktin me aq sa s'mundet ta duron lukti.
Si është puna atyre të cilët agjerojnë gjatë ditës, para parasysh gjinisë mishka apo firma dhe gjatë natës dalin për lokale të natës? Domethënë nëse dalin lokale ku ka alkohol e harame, domethënë padyshim se ata Si fjalë bëhet për ata? Sigurisht ata nuk e kanë kuptuar do thot mesazhin e Ramazanit dhe agjerimit, se muaji i Ramazanit nuk është vetëm abstinim nga ngrënia dhe pirja, por është edhe një shans të ndërtimit të personalitetit tënd. Dhe kështu që përveç namazit dhe agjerimit kemi edhe adhurime tjera, sikur është leximi i Kuranit për të cilën folëm, sikur është vizita e falefisit, dhënia e sadakas, duaja, dhikri kështu më radh, shfrytëzimi i kohës maksimal në gjëra të dobishme. Dhe kështu që kalimi i kohës në lokale, domethënë ku ka harame, është bie ndesh me adhurimin e ditës tënde. E para, e dyta, po edhe nëse kemi të bëjmë me lokale ku s'ka ndoshta harame, humbja e kohës, do thotë koha është një mall i çmueshëm, që ndoshta sot e kemi dhe e humbim dhe harxojmë pa vlerë, por nesër kur të kemi nevojë për të, do t'ja kuptojmë vlerën. Kështu që nuk është në brendësinë e edukatës së agjerimit dhe Ramazanit që të rritë dhe treja tona kalojnë kohën në gjëra të kota, mos themi harame, në gjëra të kota, duke pas mundësi për të bërë adhurime dhe vepra me vlerë me të cilat mund t'i afrojnë Allahut dhe të jetë i kënaqur Allahu me ta. Prej cilës mos është i obliguar agjerimi i Ramazanit? Do thotë agjerimi i Ramazanit i bëhet obligim njeriu të mashuritur, domethënë djalit dhe vajzat që hyjnë në bylyk. Dhe termi bylyk është një term i cili domethënë përdoret anë mban domethënë popullit tonë dhe kuptojnë fillimin, do thotë fillimi i kohës së moshoritjes së tij, domethënë njeriu që sipas fesë llogaritet i moshoritur dhe sipas kategorive fetare djali i mbush 15 vjet e përpjet është i moshoritur dhe fillon obligimet fetare mbi të, dhe vajza me fillimin e ciklit të menstruacionit për të fillon obligimet fetare për të. Kështu që një djalë që i mbush 15 vjet e ka obligim dhe një vajzë që fillon cikli i menstruacioneve të ajo e ka obligim agjerimin e Ramazanit. Dhe ka simptome të këtyre gjërave, sikur se është trashja e zërit, dalëqimeve në nsetull dhe organet e turpshme, do thotë dhe ejakulimi kështu me radhë. Këto janë simptomet e moshoritjes, por definicioni është kryesor. Djali hin 15 vjet e përpjet dhe vajza me ciklin e menstruacioneve fillon, do thotë koha e obligimeve fetare. A lejohet për gruan të përdorë makiazh gjatë muajit të Ramazanit? Makiazhi nuk e dëmton agjerimin dhe Ramazanin, sidomos nëse është për burrin e vet. Për shembull, burri ka shkon në punë dhe ajo para se të vjen për punës i stoliset atij, domosdoshmë nuk prish punë. Por nëse bëhet makiazhi për të huajt, për të tjetë, atë bëhet mëkat për shkak se stoliset për burrat huaj, ama nuk ka lidhje me agjerimin dhe Ramazanin dhe nuk e dëmton as pak agjerimin e saj se Ramazanin e saj. Lirë e thojve tash nëse në termin makiazh në kuptohet edhe lirja e thojve, domethënë me llaçe të ndryshme, atëherë llaçet pengojnë depërtimin e ujit dhe ato nëse mirën pas abdestit mund të mbahen, por nuk mund të merr abdest tjetër mbi tek. Kështu që para abdestit të arshëm duhet t'i fshin llaçet nga gishtat e tyre, sepse ajo vajzë që i ka gishtat e lyera kamës apo dorës me llaçe dhe merr abdest nuk ka abdest. Se me kushtet e abdestit është abdesti depërton në domethënë pjesën ku ai merr abdest ose ajo merr abdest këtë rast. Është në rastin ngjyrat të cilat janë të lejuara për ngjyrosjen e flokëve të femrave. Të gjitha ngjyrat të cilat nuk e ndryshojnë natyrën e flokës së saj, në përjashtim të ngjyrës së zezë, e cila domethënë ka ndalesë fetare edhe për meshkujt edhe për femrat. Kurse ngjyrat përgjithësi është pjesë e stolisjes dhe çka ka të bënë me stolisja dhe nuk bën ndryshim të krijaturës, domethënë e flok ngjyroset me kafe për shemb për një moment, pastaj përsëri bëhet ngjyrën e vet natyrale, atë nuk prish punë të përdor asnjë ngjyra për të stolisë para burrit të saj. A lejohet të ftosh një jo besimtar për iftar? Nuk prish punë, me ftu edhe jo musliman në iftar, normalisht nuk ka sevap prej saj, nuk ka sevap në kuptimin e hadithit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i jep iftar një agjeruesit e ka shpërblimin e atij agjeruesit, pa ju paksu agjeruesit as pak shpërblimi. Këtë rasti nuk merr shpërblim të agjerimit se ai jo musliman nuk ka agjeru, por fiton sevapin e gostis, domethënë dhe sjelljes së mirë me komshiun apo kolegun apo shokun, dhe është një shans e mirë për të treguar se si muslimanët agjerojnë, kur e fillojnë, kur e mbarojnë, cili është qëllimi, cila është urtësia, dhe bëhet një lloj domethënë thirrje në islam të atij, domethënë komshiu ose kolegu ose shoku jo musliman të cilin e fton në iftar. Pra është vepër e mirë, nuk e ka sevapin e agjeruesit, por ka sevapin e vet me të cilën ti e shfrytëzon për ta thirrur atë në fenë islame. Një pyetje tjetër, a mund të agjerojnë se udhtoj me makinë apo me aeroplan? Udhtimi është prej arsyeve të mos agjerimit. Pa marrë parasysh a udhton me makinë, me veturë apo udhton me aeroplan, nëse ti je nis në rrugë, ke të drejtë të mos agjerosh atë ditë, ke të drejtë. Po ke dëshirë dhe don dhe mundesh të agjerosh, nuk prish punë. Sikur se ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
sahabët thonin ishim në udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dikush prej nesh agjeronte dhe dikush prej nesh nuk agjeronte. Kështu që udhtimi të jep mundësinë të zgjedhësh. Nëse ke fuqi energji të agjerosh, agjeron, po s'ke fuqi, mendon se udhtimi të dobëson, që mos udhtim me vetura në rrugë të gjata. Tani shembull i ndodh disave prej vëllezërve tanë gurbetçar të cilët kthehen nga vendinja në gurbet ndoshta 2000-3000 kilometra, agjerimi mund ta lodhat edhe më shumë, atëherë aty lejohet të mos agjeron atë ditë dhe e kompenzon pas Ramazanit një ditë për një ditë. Domethënë nëse ka prish 2 ditë i kompenzon pas Ramazanit. Nëse 3 e kështu me radhë. Nëse është në udhtim ka të drejtë mos agjeron, nëse do të agjeru ka të drejtë gjithashtu edhe të agjeron. Mund të bësh dush gjatë agjerimit. Po, do të njeriu normalisht gjatë agjerimit ka mundësi ka mundësi domethënë ai të punon punë fizike, të përllomet në punën e tij, të djersitet nga vapa dhe nxehtësia, të ketë domethënë të ketë nevojë për të bërë dush dhe fetarisht i lejohet besimtarit të bën dush për të larguar domethënë llomin nga trupi i tij apo djersën nga trupi i tij dhe kjo nuk e pengon. Gjithashtu edhe larja e dhëmbëve, domethënë nuk ka kunjë farë problemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdorte miswakun edhe kur ishte agjerueshëm. Tani tek dietarët bashkëkor ka një dilemë, domethënë pastet që janë me përmbajtje domethënë të ndryshme a bën të përdoren, një pjesë domethënë e madhe dietarët bashkëkor thonë edhe përdorimi i pastës nuk prish punë me kusht që domethënë ajo shije mos deporton në fytyn e tij, por të lanë dhëmb dhe të mundohet që maksimalisht atë ujë ta nxjerr jashtë dhe mos thith domethënë asgjë për atij ujit me cilin e lan ai gojën e tij. Mund të zgjas kohën e sfyrë 10 minuta më shumë se sa është orari. Jo, do t'i përmbahemi imsakijeve tona, do thot është një muhabet i cili është përhap 2 vitet e fundit për disa xhallarëve të nderuar, sidomos nga Shqipëria, se do thot imsaku në sabah ka problem, domethënë dhe duhet vënuar pak kohë më gjatë. Ua kam thënë edhe atyre xhallarëve, do thot ky qendrim dhe mendim mund të jetë i saktë, mirë po mendoj se do të bëhet një komision për xhallarëve dhe astronomëve dhe dalë të vazhdojnë domethënë disa herë me radhë gjatë vitit dhe dalin me një studim shkencor të ofrojnë atë studim bashkive islame, domethënë në vendin ku ata jetojnë, bashkia islame në vendin ku jetojnë ata, dhe pastaj do të bëjnë një pres konferencë publike që të informohen domethënë besimtarët se ka një dallim dhe secili musliman pastaj ta zgjedh. Dhe përdisë kjo nuk ka ndodhur, unë mendoj se çdo musliman është më mirë të përmbahet imsakije së vendit të vet dhe mos të jep vetes hapësirë për të manovruar 10, dikush thot 10, dikush thot 20, dikush thot 30, më dikush thot 40 minuta ka dallim. Kjo që ne të përmbahet imsakijës vet dhe let han imsakun dhe let fal sabahun sipas imsakisë së vendit, mendoj kjo është më e sigurt. Derisa nuk bëhet një studim i ri i cili të na verifikon domethënë në mënyrë më të saktë dhe më të mirë këtë dallim që domethënë e pretendojnë këta hoxhallar të nderuar. Një pyetje tjetër, mund të shërbejë jo besimtarëve me ushqim, hajde dhe pije ndërkohë që unë agjeroj Ramazanin? Varet, nëse është në vend muslimanësh, unë mendoj se nuk ban të shërbehet as kujt, as muslimanët dhe as jo muslimanët, sepse ata që janë jashtë nuk e dinë se kujt i shërben ti. Nëse është në vend jo musliman, atë nuk prish punë muslimanit i shërben jo muslimanit ushqim, sepse nuk e ka këtë ndikim negativ. Mirë po në vendet muslimane, ti të hapish lokalin, restoranin tanë dhe ti ofrosh ushqim jo muslimanëve, ajo ka mundësi domethënë me lënë përshtypje të gabuar, duke menduar dikush se në lokalin tanë han ushqim edhe musliman dhe për këtë shkak, sikur se kemi thënë edhe në ligjëratën e kaluar dhe shumë xhallarë kanë përmendur që më së miri është gjatë Ramazanit muslimanët që kanë lokale të mbyllin ato deri në iftar e pas iftarit i hapin dhe me këtë ruajnë derën e tyre dhe ruajnë shitërinë e këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe mos lejojnë që të marrin gjunahe duke u ofruar ushqim muslimanëve që nuk agjerojnë në këtë muaj të bekuar. Një pyetje tjetër, a mund të agjeroj një ditë me disa niyete, ndoshta zakonisht me agjerimet vullnetare mund të bën, domethënë agjerim me shumë niyete, agjerimi i Ramazanit do ta bën agjerimin me një niyet vetëm të Ramazanit dhe për këtë shkak domethënë insistimi i dietarëve që besimtari domethënë ta bën niyet agjerimin me zemër të çdo natës së Ramazanit tregon se niyeti nuk ka një veçantë, kurse të agjerimet vullnetare mundet të bën një agjerim për 2 niyete, sikurse është për shembull për ditët e Shevalit e kështu me radhë, kurse për agjerimin e Ramazanit do ta bën niyet vetëm për agjerimin e Ramazanit dhe mos përzihen asnjë niyet tjetër me të. A mundet femra të pirë laç që të shtyt ciklin në mënyrë që të arrijë të gjithë muajin e Ramazanit?
Kjo temë ka të bën më tepër me mjekësi sa me fen. Nëse mjeku i thot, do thot një vajzë të caktuar ose një femër të caktuar se nëse ajo konsumon ilaçe dhe shtyen ciklin dhe kjo nuk e dëmton atë në aspektin shëndetësor, nuk prish punë, fetarisht që ajo domethënë femër të përdor medikamente për vonimin e ciklit që të agjeron të Ramazanin, domethënë dhe mos i mbetet ditë pa agjëruar. Po kjo nuk është obligim. Ajo du ta kupton se nuk e ka obligim asesi ajo femër që domthon ta bën këtë. Po nëse don dhe nuk ka pasojë për shëndetin e saj, ka të drejtë fetare ta bën një gjë të tillë. Mund të agjëroj gruaja që nuk është e sigurt se i kanë përfunduar rreth përmajshme. Jo, duhet të jetë e sigurt dhe normalisht gruaja veç duhet të ketë të qartë. Dhe kjo është njëra prej çështjeve që fatkeqësisht gratë tona ose femrat muslimane duke mos u interesuar mbi rregullat islame dhe duke mos lexuar mbi temat që kanë të bëjnë me specialisht me te, do thotë në këtë rast puna e menstruacioneve, lehonisë e kështu me radhë, të cilat janë gjëra që janë të veçanta vetëm për gruan, ato duhet të dinë rregullat mirë dhe ta kenë të qartë se kur përfundon domethënë menstruacioni për te dhe nëse nuk është e sigurt, a zakonisht e din ajo se andaj thuhet të përmushme, se ato i vinë në mënyrë të zakonshme edhe në kohë të zakonshme dhe e din se kur përfundon dhe si përfundon dhe nëse nuk është e sigurt se i ka ardhur ajo e zakonshme e pastrimit, ajo nuk ka të drejtë të agjon derisa nuk sigurohet sikur se ka në hadith pejgamberit, derisa nuk shef domethënë sekrecionin e bardhë që del nga organi i saj. Dhe kjo është një çështje që përsëri po e them, na detyron, domethënë që të gjithë na tu tregojmë do thotë gjinisë femërore që ato të kujdesen dhe interesohen për fetë. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u caktonte ligjërat dhe ditë mësimi të veçantë atyre grave që të mësojnë rregullat e fesë. Dhe thot për shembull njëra prej Aisha radhiyallahu anha, i mëshiroft Allahu gratë të cilët nuk i pengoj, domethënë gratë ensarëve të cilët nuk i pengoj turpi për ta mësuar ato fen. Dhe kështu që duhet muslimanët të interesohen, sidomos sot ku kemi mjaft domethënë libra dhe shkrime në lidhje me këto tema, madje edhe ligjërata dhe përgjigje që janë dhënë këto tema, kështu që s'ke nevojë të tërpnohesh për ta parashkruar pyetjen përsëri, por vetëm klikon në internet do thotë pyetjen me tematika të kësaj natyre dhe gjen përgjigjet për shumë hoxhallave të ndryshëm dhe me këtë do thotë e mbulon një mangësi ose një ignorancë që kemi mbi këtë temë. Dhe kështu që gjinia femërore duhet të vetëdijsohet fetarisht paralel me gjininë maskullore dhe mos krijohet një farë disbalansi mes edukimit fetar të gjinieve maskullore dhe asaj të gjinieve femërore, sepse vazhdimisht po vërejmë raste dhe momente kur gratë ankohen se nuk kemi na ligjërata sikur se kanë edhe burrat, nuk kemi aktivitete fetare sikur se kanë edhe burrat, andaj këtë pjesë duhet ta mbushin ata me iniciativat e veta dhe me aktivitetet që duhet të nisin ato për të ngritur vetdijen fetare tek gjinia femërore dhe për të mësuar fen edhe ato së bashku me gjininë maskullore. Do një pauzë të shkurtër, të ndëgjojmë një ilahi të freskojmë pak dhe sërish kthehemi në studio. Ndërruar dëgjues, ishte edhe kjo një ilahi e bukur e interpretuar nga Temra Medadi. Ne jemi në kuadër të emisionit Drita e Jetës, mysafir në studio këtu kemi teologun Bekir Halimi. Kurse tema për sonte pyetje dhe përgjigje. Vazhdojmë me pyetja aty ku mbetëm, a pranohet agjërimi nëse nuk falesh? Është një temë e cila një kohë të gjatë domethënë qarkullon në mesin e besimtarëve, një dilemë e madhe dhe normalisht që ka vend faktikisht kjo dilemë, sepse namazi është shtyllë e fesë dhe se kush e praktikon namazin dhe mohon atë del prej fesë, siç ka ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga kjo lind dilema tani agjëruesi i cili nuk falet, ai vlen agjërimi. Të gjithë do thotë mëdhëbet e dietarëve musliman thënë se njeriu që nuk e mohon namazin, do thotë me këtë vepër ai nuk bën kufër mosbesim, por e rrezikon imanin e vet. Dhe kështu që njeriu që ka iman, atëherë i mbetet edhe obligime të tjera t'i bën. Dhe për këtë shkak do thotë agjëruesi duhet të agjeron edhe nëse nuk falet. Dhe ne jemi dëshmitar të shumë rasteve që njerëzit që nuk janë falur jashtë Ramazanit, në Ramazan kanë filluar të falin 5 kohët e namazit dhe u kanë mbetur namazi si dhuratë e mirë e këndshme e Ramazanit. Dhe për këtë shkak do të na ndaj mendimin se agjërimi i atij që nuk falet pranohet, por do të ishte edhe më i vlefshëm, edhe më i mirë nëse ai edhe falet. Fundi fundit, nëse ai agjeron shpërblet për agjërimin e vet dhe nëse nuk falet, dënohet për atë që nuk falet. Dhe normalisht dëshirojmë gjithë besimtarëve që Ramazanin të kuptojnë ashtu si duhet dhe të bëhet shans Ramazani i pendimit të sinqert nga e kaluara dhe ndryshimit të jetës së vet dhe fillimit të një faqe të re. Zotën
Kjo është edhe synimi i Ramazanit. Secili prej nesh të ndryshon nga jeta e tij dhe të bëhet më i mirë pas këtij Ramazanit sa ka qenë para këtij Ramazanit dhe shohim falë Zotit, do thotë dhe rahmetit të madh që shon Allahu xhelal se xhamiat mbushen dhe stërmbushen në Ramazan në 5 kohë të namazit, madje edhe në sabah, dhe kjo është një myshde e madhe të cilën duhet ta ndajmë me besimtarët musliman. Sidomos këtu në Shkup, konkretisht po flas, të gjitha xhamiat e Shkupit mbushen dhe stërmbushen në namazin e sabahut sikur se të jetë për xhumë. Dhe kjo është një myshde e madhe dhe kjo është do thotë një gëzim i madh të cilin e lutim Allahun t'ia vazhdon këtij vendit dhe ta bën do thotë të këtij gjendjen edhe në vende të tjera ku besimtarët do dalin në mënyrë masovike të falin namazin ashtu sikur se agjerojnë edhe Ramazanin. Kjo vetdije dhe këto këshilla dhe ky udhëzim që japin hoxhallarët në këtë formë do thotë është ai i cili shtin besimtarët të korrigjojnë veten në lamin edhe mejdan namazit. Dhe njohim personalisht njerëz të shumë të cilët janë udhëzuar në Ramazan. Edhe në këtë Ramazan njoh njerëz të cilët kanë thonë nga ky Ramazan do të filloj spaku në Ramazan të fali 5 kohët e inshallah taala më ndihmon Allahu që edhe pas Ramazanit të vazhdoj me faljen e 5 kohëve. Dhe kështu që nëse themi na ai që s'falet mos agjeroje, do nuk e ndihmojmë atë më u pendu. Përkundazi atë mendojmë që të vazhdon në devijim. Dhe është mendoj sipas me fetva e gabuar dhe nuk qëndron. Dhe është e rrezikshme për udhëzimin e rinisë ton, po trive dhe treve. Tonë përkundazi na duhet të insistojmë që ata të gjithë të agjerojnë, pa marrë parasysh a falen nuk falen, vetë të tregojmë se do të agjerimi nuk ja fal gjunat e mosfaljes. Se mosfalja është mëkat i madh për cilin do të japësh llogari, dhe nëse don që agjerimi të jetë i plot, atëherë bashkangjitja edhe namazit dhe në këtë formë ndërtojmë një individ parafarsisht të plot në aspektet fetare në kryrjen e obligimeve karshi Allahut dhe largimin prej ndalesave që i ka ndaluar i madhi Allah subhanahu wa taala. Nëse kalojmë pyetjen tjetër, ta përmend edhe një numrin 145925, mund të na shkruani mesazhe për pyetjet që nuk i dini ose të na lajmëroni drejt për drejt në 025511780. Pyetja radhës hoxha, ç'është puna e atyre që jap në rëndësi faljes së taravih kurse namazet e tjera janë ashkalan. Edhe kjo është një argument i mungesës së diturisë fetare dhe sqarimeve të nevojshme në lidhje me obligimet, farzet dhe vajibet dhe sunetet. Do thotë obligimet fetare ndahen në 3 kategori sipas mëdhëbet të Imam Abu Hanifes apo në 2 kategori sipas mëdhëbeve tjera. I kemi farzet, obligimet individuale, të cilat nëse i kryen besimtari me niyet për të fituar kënaqësinë e Allahut shpërblehet për to dhe nëse i braktis ndeshkohet për to. Dhe kemi sunetet që nëse i vepron besimtari shpërblehet për to dhe nëse nuk i bën nuk ndeshkohet për to. Dhe kur marrim domethënë parasysh këtë ndarje, atëherë e kuptojmë se farzi është obligim të cilin duhet ta kryejnë dhe sunneti është vepër që nëse e kryen shpërblehet dhe nëse nuk e kryen domethënë nuk ndeshkohet. E taravia është sunet, yacia është farz. Këtë rast domethënë e kemi fatkeqësisht për shembull një pjesë e madhe njerëzve shkojnë e falin taravin, as e ka fal as yacin, për shembull yacin nuk e ka fal xhami, po as akshamin, as iqinin, as drekën e kështu me radhë. I themi ne kujdesu për farzet dhe normalisht vazhdo me taravin. Ne nuk themi që mos e fal taravin nëse s'ke fal akshamin, po fal taravin, po dije se më i fortë e taravia është akshami, më i fortë e taravia është sabahu. E njëjta gjendje na përsëritet fatkeqësisht edhe në Bajram. Për shembull shumë njerëz shkojnë me fal Bajramin, a lën sabahun, a sabahu është farz, a Bajrami është vajib sipas mëdhëbet e Abu Hanifes apo sunet sipas mëdhëbeve të tjera. Dhe për këtë shkak domethënë do të kemi parasysh të kategorizime fetare për të qenë më i saktë në veprimet tona. Më bën me dije tekniku nga ana tjetër se kemi edhe një dëgjues. Përshëndetje. Urdhënoni me Brahman. Po, urdhënoni. Pa i falë namazet tjera shlyen gjunat, më duket? Në rregull. Ju falenderit. Natë mirë. Pyetja që u parashtu lidhet me temën pak më herët që do thotë elaboruam në përgjigjen tonë, do të agjerimi është obligim në vete dhe namazi farz është obligim në vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Islami ndërtohet mbi 5 shtylla. Do thotë dëshminë se s'ka zot tjetër veç Allahu dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i dërguar i Allahut, në faljen e namazit, agjerimin e Ramazanit, dhënien e zakatit dhe kryen e haxhit për atë që ka mundësi. Këta 5 shtylla janë obligime të detyrueshme për secilin musliman që nga koha kur hyn në bylyk derisa domethënë të
është i vetëdijshëm për veten e tij. Dhe kështu që agjerimi si adhurim i madh i fal mëkatet e kaluara të voglat, se hadithi është shumë i qartë tjetri, thot 5 namazet, domthonë namazi deri namazin tjetër, xhumaja deri në xhumë dhe Ramazani deri Ramazan i shlyen mëkatet mes tyre nëse u largohemi mëkateve të mëdha. Mos falja e namazit është mëkat i madh dhe nuk ta fal agjerimi. Kështu që kjo thënie e këtij hoxhës është gabim me të gjitha kantarët, me të gjitha do thot kriteret. Nuk mundet të thot një hoxh se agjerimi t'i fal edhe gjunahet e mosfaljes së drekës, i qinis, akşamit, yatsis edhe sabahut. Po, ku ke muhabeti taravia është sunet dhe agjerimi jot është në rregull nëse ti nuk e fal taravin, se taravia është sunet, ama agjerimi jot nëse nuk e fal yatsin është problematik në kuptimin që e ke bën një farz dhe e ke lënë një farz tjetër pa bën. Pra këto janë dy farze që kërkon një kohë. Ditën që agjeron kërkohet gjithashtu të falish edhe sabahun, edhe drekën, edhe iqinin, edhe akshamin, edhe yatsin. Nëse nuk e ke fal, ke bën mëkat të madh të cilin nuk ta fal, nuk ta lën agjerimi i Ramazanit, dhe kjo është qëndrimi më i saktë dhe më i shëndosh, të cilin e thojnë të gjithë dietarët musliman në këto trevat tona. Kemi edhe një dëgjues tjetër, përshëndetje. Po, urnani? Aleikum selam. Përshëndetje gjithashtu ju falënderit. Urnani me pyetjen e juaj. Po, urnani. Ashtu. Në rregull, ju falënderit. Gjithashtu kanë përshëndetje. Po, ndoshta edhe kur u përgjigjem në lidhje me pyetjen që nëse nuk është e sigurt, domethënë femra se është pasuar nga menstruacionet, a duhet të agjeroni? Thamë se jo, derisa nuk sigurohet se është pasuar sipas asaj që është e zakonshme te ajo, dhe nuk e folëm çështjen tjetër se do thotë kush nuk ka të drejtë të agjeron. Prej njerëzve që nuk kanë të drejtë të agjeron është gruaja në menstruacione, ajo nuk ka të drejtë të agjeron dhe duhet të kompenzon ditët që nuk i agjeron, shembull zakonisht tradicionale do 7 ose 8 ditë, domethënë zgjasin ditët e menstruacioneve, dhe femra muslimane që nuk ka të drejtë të agjeron 7 apo 8 ditë gjatë Ramazanit, duhet detyrimisht i kompenzon pas Ramazanit. Dhe tregon Aisha radhiyallahu anha, thot, insistonim në kompenzimin e ditëve të mbetura nga Ramazani para se të vjen Ramazani i arshëm. Zakonisht e shfrytëzonin muajin Shaban për të kompenzuar ditët që na kishin ikur nga muaji i bekuar i Ramazanit. Dhe thot, gruaja që ndodh këtë ciklin e menstruacionit gjatë Ramazanit duhet detyrimisht i kompenzon pas përfundimit të muajit të bekuar të Ramazanit. Selam aleikum, me të vërtetë shumë jam gëzuar për të emisionin që e keni zgjedhur e përcjell çdo natë. Pyetja është patjetër gratë të falin taravin të struga. Ja, nuk është, do thotë, as burrat se kanë patjetër me fal taravin. Mirë po thjesht është muaji Ramazanit, është muaji i shtimit të adhurimeve. Dhe për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mësoi muslimanët që në Ramazan të falin namazin e natës apo taravis me xhamat, i cili namaz zakonisht jashtë Ramazanit falet në mënyrë individuale, për ta shtuar domethënë shpërblimin për Allahu xhelal, dhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e fal namazin e taravis duke besuar në Allahun dhe duke shpresuar shpërblimin nga Allahu, i falen mëkatet që ka bërë më herët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e fal taravin me imamin që nga fillimi deri në mbarim, i falen mëkat, i llogaritet sikur se të ketë falur të natën. Dhe për këtë shkak do thot hoxhallarët dhe muslimanët kujdesen për këtë traditë, për këtë sunet, për këtë vepër të mirë që mos ta praktisin, të jetë si një vepër shtesë e të mirave që i bëjmë na, domethënë në këtë muaj të bekuar ku ka rahmet dhe bereqet për Allahut. Nuk është obligim, por është vepër e mirë, sikur për meshkujt ashtu edhe për femrat. A pranohet agjerimi nëse shan apo fejen? Agjerimi pranohet për dëmtohet. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot,
Nëse njeriu është agjërueshëm, dikush e shan dhe ofendon, le të thotë jam agjërueshëm. Që të regon se do thotë nëse dikush shanti duhesh me ja kthy me se jam agjërueshëm dhe mos ja kthesh me sharje. Dhe në anën tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë men lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatu an yada ta'ama wa sharaba, kush nuk i lën gënjeshtra dhe veprimet me to, Allahu nuk ka nevojë që ai të lën hajin dhe pijen. Qëllimi është me tregu se agjërimi duhet edukon edhe moralisht këtë njeri dhe ai mos ofendon dhe mos shan të tjerët. Dhe nëse dikush e shan ofendon, mos t'ja kthen në jetën mas. Mirë po, agjërimi inshallah taala pranohet te Allahu dhe nuk është pa agjërim, por duhet mundohet që të ketë edukatën e agjëruesit, e prej pjesës përbërëse të edukatës së agjëruesit është që ai edhe të kujdeset për vokabularin ose domthonë gjuhën e tij se çfarë fjalë nxjerr nga gjuha e vet. A prishet agjërimin nëse njeriu ejakulon pa dashje? Varet domthonë çka nuk kupton me ejakulim pa dashje. Nëse ai e ngacmon organin e tij domethënë dhe ose shikon fotografi ose domethënë pjesë provokuese dhe pastaj ngacmon organin e tij dhe ejakulon, i pritet agjërimi dhe duhet ta kompenzon atë ditë agjërimin. Mirë po, nëse ejakulon vetvetiu gjatë gjumit, ajo nuk e dëmton agjërimin, por lahet dhe shpërlahet dhe vazhdon agjërimin e tij pa kuni fare probleme. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë e lën hajën, pijen dhe epshin e tij për mua. Andaj dietarët e kanë futur masturbimin për elementeve që e prish agjërimin. Nëse ndodh gjatë ditës, prej kohës së imsakut deri në iftar, masturbimin për elementeve që e prish agjërimin, se thotë është ndesh me këtë rregull, se nuk e kalon epshin e tij. Andaj ka nevojë besimtari të ruhet, sidomos agjëruesi nga edukata e vet duhet të largohet prej pamjeve provokuese dhe ngacmuese joshese, të cilat mund të bëhen sebeb ta mashtrojnë atë për masturbim e ta prish agjërimin, Zoti na rujt. Andaj agjërimi pra është një shkollë e tërësishme, që nuk kërkon për të vetëm largimin nga haja e pije, por kërkon largimin edhe disa veprave të tjera të çmtuara, të zakonshme që ndoshta i ka pas i riu apo e reja para Ramazanit, që ta ketë agjërimin e tij të plotë dhe mos ketë dëmtime në agjërimin e tij me këto veprime, apo prishje dhe sheme të agjërimit me këto veprime siç u parashuan në pyetje. Gruaja gjithënëse ka obligim të agjërojë muajin e Ramazanit. Të njerëzit që kanë obligim agjërimin, përjashtim bën gruaja gjithënëse dhe gruaja shtatzane. E ka ndaluar gruaja që ka menstruacione, këtë rast këto e kanë të lejuar të mos agjërojnë. Dhe varësisht prej gjendjes shëndetësore dhe nevojës së fëmijës për gjinj këtë rast dhe për ushqim nëse është në barkun e nënës. Nëse mjeku konstaton se kjo agjëruese me agjërimin e vet i paksohet qumshti dhe i paksohet ushqimi i bebes, foshnjës, atëherë ajo ka të drejtë të mos agjëron, madje preferohet të mos agjëron dhe jo të agjëron. Dhe gruaja shtatzane njësoj, nëse me agjërimin e saj e dobëson vetveten dhe foshnjën që kanë në barkun e saj, i preferohet të mos agjëron dhe ditët që i kanë ikur, do thonë ka mendime të ndryshme të dietarëve, disa dietarë mendojnë që i kompenzon pas Ramazanit, disa dietarë të tjerë mendojnë se paguan fidje për çdo ditë, sidomos te puna e shtatzanis, do të nëse këtë Ramazan je shtatzan dhe lind pas Ramazanit, Ramazani i ardhshëm të kap gjithënse, kështu që nuk mund të kompenzosh brenda një vitit, po të kalon të mbetet në vitin e ardhshëm. Po tash Zoti mos e bëv, mbetet shtatzan vitin e ardhshëm, por përsëri sa agjeron, mbetet domethënë plus gjithënja mbetet 4-5 gjë se i kompenzon agjërimet e kaluar, mbledhen 4-5 agjërime. Dhe për këtë shkak disa dietarë mendojnë se gruaja shtatzane dhe gjithënse për mos agjërimin e Ramazanit mund të shpaguan fidje ose të paguan fidje ushqim për të varfër 30 ditë, domethënë 30 ushqime, dhe me këtë të shpaguan veten e saj, kurse mendimi i parë është se duhet të kompenzon çdo ditë të mos agjërimit me ditë tjera jashtë Ramazanit. Ato që lindin gjatë muajit Ramazanit e kanë obligim agjërimin? Deri momentin kur është shtatzane, para se me lind i mbeten obligim, domethënë faktikisht ka drejt mos agjëron dhe kompenzon. Nga lehonia e matutje e ka ndaluar të agjëron dhe gjithashtu edhe ato i kompenzon mas Ramazanit. Nëse flet deri pak minuta para iftarit, ai kam të rregullt agjërimin. Agjërimi është e kitë rregullt për namazin, ku e kije. Domethënë ka ik namazi, se nëse flen gjithë ditën, drejt ka iqenia, domethënë kanë ik. Dhe kështu që do të besimtari, fatkeqësisht ndodh kjo do të triton, të cilët ndoshta vonja kanë nisë me agjërim dhe nuk janë edukuar mirë me agjërim, sidomos të ditë të gjata pak edhe të nxehta. Ata mendojnë se mënyra më e lehtë dhe më e mirë e tyre është të ikin vapës së nxehtë duke fletë tan ditën, duke ndërë pa gjumë tan natën, dhe kjo është gabim. Qëllimi i agjërimit nuk është që ne domethënë ta kalojmë në gjumë, por të vazhdojmë me punët e përditshme dhe të agjërojmë. Por nëse pushojmë brenda ditës nuk prish punë, nëse na e falim namazin, i kryjmë obligimet fetare
dhe pastaj do thot pushojmë her pas here, nuk prish punë për ta kaluar si është malet ditën e agjerimit. Nëse gruaja gjatë shtatzanisë ka një gjakdere të vogël, atë duhet të agjerojë. Po zakonisht se gruaja kur është shtatzana nuk ka cikël menstruacionesh dhe ajo gjakderi është istihadha dhe duhet vazhdon të agjeron deri në lindje. Pyetja tjetër, si kompenzon ditët që i kam lënë pa agjeruar në muajin e Ramazanit? Nëse i ke lënë me vetdije, do të ke qenë i vetdijshëm, besimtar, e din se ke obligim dhe nuk e agjeruar, do thot për çdo ditë duhesh agjerosh 60 ditë dënim dhe 1 ditë kompenzim. 61 ditë. Nëse e ke prish agjerimin dhe nuk e agjeruar me vetdije. Do të andaj ki dënim të rënd, faktikisht 30 ditë herë 61 ditë janë do thot një grumull i madh i ditëve që ndoshta tan vitin me agjerim nuk e lanë. Dhe për këtë shkak disa dietar thënë që nëse kanë kaluar shumë Ramazane dhe ti nuk i ke agjeruar ata me vetdije, ke praktikisht duke ditë se duhesh e ke obligim, do ke bë mëkat të madh dhe atë mëkat nuk mund ta lash me asgjë tjetër përveç se me pendim të sinqert, të thellë nga zemra dhe pastaj domosdoshmë ta vendosësh që kur mos i kthehesh te mëkati dhe të ndryshosh tërësisht jetën tënde e inshallah Allahu me agjerimin e rregullt të Ramazanit të ardhshëm dhe me agjerimet e shumta vullnetare ndoshta ta fal atë mëkat e ta kompenzon domethënë atë kohë të kaluar boshe me adhurimet vullnetare që i bën ti. Si duhet të kompenzojmë ditët që i kemi lënë pa agjeruar gjatë Ramazanit? Një ditë për ditë. Për shembull, nëse 5 ditë kam qenë rrugë ose 5 ditë domethënë ka qenë gruaja me menstruacione, pasi përfundon Ramazani dhe është e pastër, i agjeron 5 ditë, 1 ditë për 1 ditë. A mundet kjo të agjeron kohën kur është më e shkurt gjatë? Nuk prish punë, do brenda vitit çfarë do dite, brenda vitit domethënë, prej muajit Sheval pas Ramazanit deri në muajin Shaban para Ramazanit të ardhshëm, në këto 10 muaj që i kanë disponim, 11 muaj paraforsisht, ka të drejtë të agjeron kur don, domethënë, por normalisht sa më shpejt me kompenzu është më mirë se nuk e din askush për neve sa ka me jetue, sa ka imër e ka mundësi që Allahu t'ia merr imrin pa e la borxhin e mbet të shkon te Allahu borxhik, që sa më shpejt me la borxhin është më mirë dhe nuk është mirë me vonu. Një pyetje tjetër, është e lejueshme kur jemi të agjeruar me ndëgju muzikë dhe me luajt lojra kompjuterike? Lojrat kompjuterike dhe muzika nuk janë një kategori e para. Do thotë lojrat kompjuterike ka pyetje që janë të lejuara, po janë të kota ta humbin kohën dhe ka domethënë që janë të ndaluara dhe nuk bën të luhen me to. Kurse muzika, domethënë sipas të gjithë dietarëve, 4 mëdhëbeve, është e ndaluar dhe muslimani duhet të ikë asaj jo vetëm në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Dhe normalisht sikur se tham vazhdimisht gjatë përgjigjeve që u dham pyetësve të ndryshëm, muslimani duhet të kupton Ramazanin si një shkollë ku ai i shton dituritë e tij fetare, kur i shton adhurimin ndaj Allahut, kur e kupton raportin e tij me krijuesin e tij subhanahu wa taala, ku ai mundohet të zhveshet nga veset që i ka, të pajiset dhe të vishet me vlera dhe histori morale dhe virtute morale dhe të bëhet më i mirë. Dhe kështu që duhet mundohet dal ngadalë të largon të gjitha veset e tij, qoftë ajo ndëgjimi i muzikës, apo konsumimi i duhanit, apo përgojimi, apo sharrja, apo ofendimi, apo nënçmimi, apo mendimi i keq për besimtarët, apo shpifja dhe trillimi që fatkeqësisht janë domethënë mëkate të pranishme. Andaj lejosh mbram nga Dr. Aid El-Karni, hoxh i njohur me librin Mosutrishta, thotë për shembull është për tu habit me muslimanët. Largohen, privohen nga mishi halal që kanë të hanë për hatët të Ramazanit, a nuk largohen nga mishi haram që kanë, ajo është përgojimi i tjerëve, se përgojimi i tjerëve është gënja e mishit të tij. Që fatkeqësisht kemi shumë musliman që largohen nga mishi halal, a han mish haram, domethënë mish njeriu duke përgojuar ata. Që besimtari duhet mundohet që ta kupton Ramazanin si shkollë të përgjithshme, e cila e mbron atë nga çdo gjë e shëmtuar dhe ves i keq. Po të nderuar, kemi edhe pyetje të tjera, mirë po edhe koha nuk na premton. Unë të falenderoj që ishe mysafir në studio të Radio Shkupit. Shpresoj se të takojmë sërish edhe në të tjera, do të kenë mundësi dëgjuesit tanë të dëgjojnë edhe ligjërata të tjera apo dhe metoda sikur e santmja me pyetje dhe përgjigje. Dëgjues të nderuar, këtu është fundi i këtij emisioni Drita e Jetës. Unë ju falenderoj që ishit së bashku me ne këto 60 minuta. Shpresoj se të takojmë sërish së bashku në të tjera. Natën e mirë dhe mirë ndëgjofshim.